Përshëndetje të gjithëve. Krapin nuk e përgatisim vetëm shkodranët, por edhe ne të tjerët kemi marrë nga tradita e tyre. Sot do përgatisim një tavë krapi, të thjesht por të shijshme. Fillojmë nga puna. Këtu kam peshkun, të cilin e kam coptuar, e kam prerë në fileto. Kam edhe 4 kokra qep. Në fillim do merremi me peshkun, do t'i shtojmë krip, piper të zi dhe vaj ulliri. Kur është peshku i freskët, nuk ka nevojë për shumë erëza. Shtojmë edhe vajin e ullirit, i kthejmë edhe nga ana tjetër, duke i shtuar sërish krip, piper dhe vaj ulliri. Do ta lëm peshkun të pushojë, të marinohet në këtë mënyrë. Ne do merremi me përgatitjen e qepës, të harçit më mirë të themi. Këtu kam 4 qep, mund t'i prisni dhe gjysmë rrethore të mëdha, por unë sot do t'i grijimët, të i grite ky grish si i perimeve. I krimcojmë në pjesë shumë të vogla, për më pak se 1 minutë ky grishës i bën gati. Qepët e grira i vendosim në një tikan të thellë. Duke i shtuar vaj ulliri dhe direkt në zjarr për t'i bërë një kaurdisje. I vendosim në zjarr. Qepa është bërë transparente, në këtë moment do shtojmë domate pomodorini ose puren e 2 domateve normale. Sapo domatet të shpërbëhen, do t'i shtojmë edhe një lugë të gjellës me salcë tomateje. Në këtë periudhë nuk kanë shumë ngjyrë domatet, ndaj unë preferoj t'i shtoj edhe një lugë salce. Shkodranët i shtoj një lugë me miell dhe jo më kotësht. Mielli ai që e bën konsistencën më kremoze të qepës. Vetëm një lugë gjelle me miell. Grim 4-5 telpin hudhër. I bashkojmë të gjitha bashk. Shtojmë 2 lugë të gjellës me uthull molle po i shtoj unë, por mund t'i shtoni uthullin që ju ndodhet në shtëpi. Pak më shumë se 1 gotë me ujë. Diku te 300 ml. I shtojmë 2 gjethe dafine, rregullojmë me krip piper të zi. Unë do t'i shtoj edhe pak rigon. Megjithatë është opsionale. Nëse doni, mund t'i shtoni në energjik në vend të rigonit. Por edhe me rigon shijon. Sapo të filloj të vloj, do t'a largojmë nga zjarri dhe do t'a vendosim në tavë. Si përvendosim filetot e peshkut, kam edhe pjesën e kokës. E hapim në të gjithë sipërfaqen e tavës. Dhe pa i shtuar asnjë gjë tjetër, do ta vendosim në furrë për 30-40 minuta. Varet edhe nga furra juaj. Edhe lëngun e marinimit do ta shtojmë në tavë dhe direkt në furrë. Dhe ja rezultati i tavës së sapo pjekur. Ju falenderoj që më ndiqni.